Gjendja me bërllog në Prishtinë është tu kalu nivele alarmante njerëz. Qërëni. Komplet salonin e shtëpisë pas ka quti kush. Mrapa të këbashët. Që gjendja? Hajde shkojna e marrim drejtorin e shërbimeve publike që isim qëto, edhe e vesim. Në lagjen Aktash. Qëre hapësirën publike që ja u kam bloku, veç këqërëni. Në zamër të Prishtinës, 80 metra mrapa teatrit Dodona. Alëzëm qëto, kush po i gjunë? Do më herë edhe ne gjujmë, po ju bashkë qështu me të madhe. Që s'ban heq as me të madhe, as me të vogël. Po, qa nuk bën, mirë po këtu duhet komuna normal. Po komuna po edhe ju do të me kom pak përgjithshëm. Arsyetohet ajo se nuk qitet që ka punë, se s'ka punë tillë që të paguam për me gjujt bërllog në hapësinat përbashkëta. Po, atëherë duhet lokacioni tjetë patjetër urgjent. Me marrim, po edhe nuk i kanë fajt vetëm këta. Po i kanë fajt edhe na vetë i kemi fajt. Se për shembull nuk qiten për shembull dyre, dritare, salloni i shtëpisë. Salloni i shtëpisë, duhet me ditë se ku qitet ato, po çfarë më bë. Qa bone njere? Qysh je? A je mirë? Qysh po kalon? Ti vetë sa ke marrë postën, a? Po. Sot është dita e dytë me gjatë. Sakt dje zyrtarisht, sot është dita e parë që po dalim zyre me punë në teren, edhe po mirë që jena bashkë, edhe kemi dalë me ekip me boni identifikim të këtyre vendeve, as pak të hjeshme për krye qytetin, edhe menoj që nuk duhet në zë sezoni i verës me këtë pamje. Drejtar, kur mujna me prit me u hek bërllogi, me u largu qëto mos me po qitë pamje mo? Brenda sot ditve? Nuk po premtoj mrekulli brenda natës, në shpejtësinë maksimale do të veprojmë për zgjidhjen e kësaj çështje. Mujna me prit hapa konkret gjatë javës të ardhshme, shembull, deri në fund të javës të ardhshme. Mund të presim deri në javën e ardhshme, por vullneti dhe energjia jonë është që të veprojmë sa më shpejt. Gjatë javës të ardhshme po besoj kena me po hapa konkret kënej, gjithsesi na kena me mojt për fjale, kena me ardha pet, kena me ksyre dhe kena me hulumtu edhe kena me raportu. Operimet e mia në teren i mund të thënë posta easy, posta ma kredibile në Kosovë, super customer service dhe super shpejtësi dërgesa. Po ashtu edhe Babun Kosova. Babuni është, do me thonë, aplikacion, e merrni në App Store, i keni këtë restorantet aty, por asitni shumë shpejt ju vjen të dera shtëpisë, mundi me ksyre edhe ku është shoferi në secilën në real time. E për naft, për benzin, e keni Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën top kualitet derivatet.